Përshëndetje dhe mirë se vini në episodin e radhës të podcastit për të drejtat pronësore këtu në Telegrafi. Sot do të flasim për projektin rindërtimi i kadastrit në 115.000 zona kadastrale. Për të kuptuar më shumë rreth rëndësisë së këtij projekti për qytetarët dhe të drejtat pronësore, të ftuar kam drejtorin ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, zotri Avni Ahmeti, dhe Drenush Jonuzi Kukaj, specialiste e kadastrit në Agjencinë Kadastrale të Kosovës. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se gjetëm. Përshëndetje, kënaqësi. Zotri Ahmeti, javë më parë keni mbajtur një konferencë të përbashkët me ministrin aktual në detyrë të Ministrisë së Mjedisit, zotrin Libor Naleu, ku keni folur për nisjen e këtij projekti. A mundesh më na tregu konkretisht pse është i rëndësishëm ky projekt për gjithë qytetarët dhe vendin po ashtu? Deri te fillimi i këtij projekti është zhvilluar një procedurë edhe kena pas disa aktiviteteve si me kryetarët komunave, ku është nënshkruar memorandumi bashkëpunimit, i ndo përgjegjësitë mes komunave edhe Agjencisë Kadastrale respektivisht Ministrisë, gjithashtu ndryshimet, reformat ligjore, e këta këto punë të mëdha që mbo, tash kena më rri me fillu këtë projekt që është i rëndësisë të veçantë, po them i rëndësisë të veçantë sepse për herë të parë ky projekt përfshin aktivitete ose do t'ju zgjidhë probleme qytetarëve që kanë të bëjnë me trashëgimin, që kanë të bëjnë me zyrtarizimin e transaksioneve formale, që kanë të bëjnë me korrigjimin e dhënave, po gjithashtu edhe me matjen e objekteve për procesin e legalizimit. Zonja Jonuzi Kukaj, a mund të na tregoni sa zona kadastrale janë përfshira në projekt edhe si është bërë përzgjedhja atyne? Pjesë e këtij projekti janë 115 zona kadastrale në 32 komuna të Republikës Kosovës. Përzgjedhja e zonave është e përcaktuar me udhëzim administrativ. Fillimisht analizohet, bëhet vlerësim i gjendjes së dhënave kadastrale, nëse ka mospërputje të dhënave në pjesën tekstuale dhe pjesën grafike. Gjithashtu merren për bazë edhe një numër i caktuar i kërkesave që vijnë prej institucioneve qofshin ato lokale apo institucioneve qendrore. Mund të ketë projekte të veçanta që duhet me u realizu në një pjesë të një caktuar të një zone kadastrale dhe merret si prioritet për të fut në rindërtim të kadastrit. E rëndësishme është që përzgjedhja e zonave bëhet në bashkëpunim të ngushtë me komunën, sidomos me zyrën kadastrale komunale. Ata përcaktojnë nivelin e dhënave, po faktori i rëndësishëm në përzgjedhje është edhe aktiviteti i zonës kadastrale, varësisht sa ka transaksione, sa ka ndryshime në të dhënat kadastrale në një periudhë caktuar kohore. Po, e përmendëm rëndësinë e këtij projekti, po cilat janë ndoshta fazat që i merrni gjatë realizimit të këtij projekti? Ky projekt ka lënë disa faza kryesore, kështu më thonë. Faza e parë është informimi publik, që veç kena fillu me pjesën e informimit publik, gjithashtu faza tjetër e rëndësishme është edhe faza e fillimit të fushatës së matjeve. Gjithashtu kena fazën e shikimit publik, edhe është faza e trajtimit të ankesave, kërkesave të ndryshme për qytetarëve, që shkon si paketë edhe me mbylljen e rindërtimit të një zone kadastrale. Prej projekteve që janë realizuar deri tash, çfarë ka ndryshe ky projekt? Përmendi drejtori më herët që janë bërë një varg reformash në legjislacion sa i përket ligjit 3, domethënë për kadastër dhe gjithashtu edhe 11 udhëzime të reja administrative. Me këto udhëzime dhe me ndryshimet e fundit që janë bërë në legjislacion, kemi arrit me i shtu kompetencat komisionit për rindërtim të kadastrit. Gjithashtu janë përfshi disa faza që më herët nuk kanë qenë përfshime në projekt të rindërtimit. Numri i madh i zonave kadastrale është domethënë një risi tjetër që është përfshi këtë vit dhe nuk ka qenë më herët. Do të ketë mundësi që të zyrtarizohen transaksionet jo formale, ato që më herët janë realizuar si kontrata, si marrëveshje gojore nëpërmjet shitësit edhe vlerësit në periudha të mëhershme të ndryshimeve në dhëna kadastrale. Gjithashtu do të ketë mundësi që të arrihet edhe marrëveshjet e trashëgimisë, ato që nuk kanë mundur të realizohen për kohë gjatë, do të përfshihen në këtë projekt. Me këtë projekt, do të thonë, me një farë mënyre bartim zyrën kadastrale në zonën ku bëhet rindërtimi, gjithashtu zyrën notariale në zonën ku bëhet rindërtimi, po edhe një pjesë të gjykatës bartet në zonën ku realizohet projekti dhe gjitha punët që lidhen me ndryshimet, me transaksionet pronësore do të kryen nëpërmjet këtij projekti. A ka ndonjë afat kohor se deri kur do të zgjas ky projekt?
Apo është në kohë të pacaktuar? Projekti ka datën e fillimit dhe të mbarimit, domethënë si projekt kjo fazë e projektit domethënë në mars të vitit tashëm mbyllet si proces. Pjesë aktive në secilën prej zonës kadastrale komunale minimalisht ka me qenë 6 muaj që qytetarët do të me llogaritë që gjitha aktivitetet ose obligimet e veta që i kanë me kryer në kësaj periudhe kohore, sepse në mars është momenti i fundit. Domethënë para se me mbyll projektin është një fazë e shikimit publik. Ku gjitha ndryshimet që bëhen gjatë projektit prezantohen ato dhe qytetarët kanë mundësi me këshir para se më përmbyll sezon. Kështu që secili qytetar që e merr njoftimin për fillimin e projektit në zonën e vet kadastrale do të me llogarit që 6 muaj ditë domethënë do të më mbyll afatin, po. Është më gjatë, po realisht pas marsit 2026 në zonat e tjera kadastrale? Po, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka plan domethënë për vazhdimin e këtij projekti, të pas parasysh me gjitha ato ndryshime që bëhen dhe përfitimet që kanë qytetarët është shumë e rëndësishme që ky projekt me vazhdu. Tash financimin e kena prej projektit të Bankës Botërore. Po shpresoj që në vitet e ardhshme vetë qeveria e Republikës Kosovës ka me pas si prioritet që me planifikua dhe me ndau buxhet për realizimin e këtij projekti. Si zona kadastrale në komplet territorin e Kosovës janë 1305 zona kadastrale, prej tyne 450 zona janë konsideruar si aktive, janë rindërtuar me projektet e mëhershme 150 zona kadastrale, tash e kena ashtu 115 dhe mendojna për një nashta një afat kohor për 10 vjet, me i përfshit gjitha zonat kadastrale që më prejke dhe me përfitu secili qytetar në secilën pjesë të territorit Kosovës. Po ndalna prapë të Drenusha, cilat mendoni që do të jenë sfidat më të mëdha gjatë realizimit të këtij projekti? Marrë parasysh projekti përfshin një numër të madh zonave kadastrale edhe gjithashtu me ndryshimet në ligj që tash më herët tash edhe aktivitetet në kuadër projektit janë më të shumta. Sfidë kryesore ndoshta mund të jetë mos përgjigjja ose mos gatishmëria e qytetarëve, po bazuar në takimet e para fillestare që agjencia i ka pas me banorët e këtyre zonave, vret interesim i madh dhe nuk është e presim sfida të mëdha, në fund ditës është për të mirën e tyre me shfrytzu, për më tepër që i gjithë projekti është pa pagesë, edhe nuk ish dashur me pas një arsye për me hezitu me i kry me ndryshimet e nevojshme që i kanë. U cek që qytetarët do të keni periudhë 6 mujore për t'i përfunduar gjitha procedurat që vijnë për rindërtimin e zonës kadastrale, po konkretisht në çfarë forma mundet mu përfshi qytetarët ose mund me kontribu gjatë këtij procesi? Qytetarët fillimisht në zonën ku realizohet rindërtimi do të hapet një zyre, e cila do të jetë e hapur gjatë gjithë kohës sa zhvillohet projekti. Ata fillimisht mund të informohen në këto zyre për gjithë hapat që duhet të ndjekin. Do të informohen gjithashtu edhe gjatë fushatës së informimit publik. Po e rëndësishme prej anës tyne ajo që ka pritet prej tyne është që të dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm, i cili është i specifikuar me legjislacion, për cilën mund të kryjnë, domethënë, transaksionet pronësore. E rëndësishme është që projekti po realizohet në një periudhë kohore që përfshin edhe verën, edhe domethënë parashih që edhe bashkëdhetarët vinë në këtë kohë dhe do të kenë mundësi që të jenë pjesë aktive me procedurat e nevojshme që kërkohet, sidomos në trashëgimi për nënshkrimet edhe pëlqimin e gjithë secilit prej tyre për të qenë e mundur ligjërisht të realizohet. Për t'ia thjeshtësuar qytetarëve, ndoshta kishe mujt me përmend specifikisht cilat dokumentacione duhet mi dorëzu ata qytetarë që do të nisë procesi i rindërtimit në zonën e tyre kadastrale. Lista e dokumentacioneve është e specifikuar në legjislacion varësisht prej natyrës së kërkesës që do të kenë. Në rast se kemi të bëjmë me zyrtarizim transaksioneve jo formale, është e nevojshme që dorëzohet ajo kontrata e cila është në formë një zyrtare e realizuar vite më parë. Sigurisht dokumentet e identifikimit për shitjen edhe vlerësin do të ketë nevojë që të ketë edhe dëshmitar, e cilët nënshkruajnë deklarata që dëshmojnë që ata njohin pronarin edhe ai ka qenë pronari në pronën e caktuar. Fatura të ndryshme mund të jetë të kekut ose të ujësiesit ose çfarëdo fatura tjera që dëshmojnë që ai ka bëu pagesat të shërbimeve edhe ka qenë për kohë gjatë
pranore aty. Këto janë disa prej dokumente për transaksionet jo formale, tek trashëgimia janë një numër tjetër i dokumenteve të nevojshme, sigurisht dëshmia e vdekjes e trashëgimlënësit, është e nevojshme edhe certifikata e bashkësisë familjare për të dëshmuar edhe trungun familjar e gjithë pasardhësit që janë, domethënë, që trashëgojnë pronë, nëse dikush prej pasardhësve është i vdekur, certifikatën e vdekjes, kopjet e letrës njoftimit të gjithë atyne pjesëmarrësve, edhe mund të ketë dokumente tjera që dëshmojnë që në rast se ka pas ndonjë testament ose diçka tjetër që përjashtohet dikush prej trashëgimtarëve. E përmendëm që projekti pritet përfundojë në mars të vitit të ardhshëm, po a ka plan për shtrirjen, domethënë këtij projekti dhe cilat janë fazat që do të zbatohen tutje? Po, që edhe potencova, Agjencia Kadastrale e Kosovës e ka, domethënë, si prioritet ndërtimin e kadastrit edhe shtrirjen e këtij projekti në të gjitha zona kadastrale. Asnjëherë, domethënë, nuk ka qenë më thjeshtë edhe më lehtë që qytetarët me bazë votarizimin e gjendjes faktike që ata shfrytëzojnë në regjistra pronësor. Domethënë, krejt që duhet ata është me kon pjesë aktive. Kështu që ftoj gjithë qytetarët me kon pjesë aktive edhe me shku në për zyre ku kanë më hap, me marrë informatat përvarësisht çfarë transaksioni kanë me kry, e kanë shumë thjeshtë dhe shumë të lehtë. Qysh edhe potencoj drenusha, edhe kanë zyren e kadastrit, edhe kanë zyren e të ris, edhe kanë gjykatën, edhe kanë gjeodetin në fshatin, në zonën e tyre ku bëhet ndërtimi i kadastrit. Nuk kanë nevojë me shku më sill në asnjë zyre ose në asnjë sportel, thjesht kanë me shku në zyre dhe me fillu me përfitu direkt. Domethënë për herë të parë pjesë e këtij projekti është edhe përveç trashëgimisë, përveç zyrtarizimit, transaksioneve formale është edhe trajtimi i objekteve, domethënë që janë pa leje. Po. Qysh është për llogarit, domethënë janë 70.000 deri në 100.000 objekte që kanë me u mat në kodët të këtyre 115 zona kadastrale. E çfarë do të ndodhë nëse që e përmende objektet pa leje, çfarë do të ndodhë me to? Po, ky projekt do të rënohen? Realisht ajo është procedurë tjetër që si përket këtij projekti, por rëndësishme është që qytetarët kanë pa pagesë matjen edhe përgatitjen e dosjes për objektin e tyre. Kjo dosje, këto matje, gjitha kanë kry pa pagesë dhe kjo dosje kanë shkuar në urbanizëm për procedurat e matutjeshme. Gjithë qytetarët që kanë objektet para vitit 2004 të ndërtuar, koston komunale ose tarifen që kanë administrative është zero. Por rëndësishme është që për me pagu një geodet, për me matë objektin tënë minimalisht kemi paguar 300 euro, 400 euro. Varsisht hapësirës sa metra katror ka objekti, po dikon 1 euro është metri katror për me kry si procedurë në aspektin e shërbimeve geodezike. Këto e kanë pa pagesë edhe këtu kanë më përfshi të gjitha objektet që janë kodër të këtyne zonave. Përveç pronave private, a përfshin ndryshime projekte edhe për pronat shoqërore dhe shtetërore? Po, pjesë e projektit mund të jenë edhe pronat që kanë tipin ose llojin e tyre qoftë shoqërore apo edhe shtetërore. Domethënë gjitha pronat që i takojnë një zone caktume kadastrale. Po jo vetëm këto, se ka zona kadastrale që nuk janë përfshirë tërësisht, ka pjesë të zonave kadastrale, sidomos qytetet e mëdha, ka pjesë të Prishtinës, ka pjesë të Xhilanit ose edhe komunave tjera që janë specifikuar një poligon i caktuar i njësive kadastrale që do të jenë pjesë e projektit. Në kuadër tyne mund të ketë sigurisht edhe prona shoqërore, ajo sigurisht do të realizohet në bashkëpunim me institucionet cilat i menaxhojnë ato, kemi parasysh tek prona shoqërore me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, apo edhe në prona tjera shtetërore me qeverinë e Kosovës edhe cili do institucion që menaxhon me ato prona. Po, o përmend gjatë intervistës informimi publik rreth këtij projekti, a kishe mujt me na tregu pak më shumë detaje rreth kësaj lloj kampanje që e keni ndërmarrë për mi vëdësu qytetarët rreth këtij projekti? Realisht është faza e parë e këtij projekti. Domethënë është faza e parë që përfshin këtë projekt është informimi publik. Na si Agjencia Kadastrale e Kosovës i na organizoi ekipet, janë dikon 3 ekipe, cilat në baza të rregullat ditore deri me 14 maj, domethënë kanë me bëj informim në secilën zonë kadastrale. E rëndësishme më potencuar që gjitha këto takime me qytetar mohen pas orave të punës. Domethënë janë 3 ekipe që minimalisht kanë 2 takime brenda ditës, në ora 4:30 dhe në ora 6:30. Pjesëmarrja është masive,
interesimi është shumë i madh qytetarëve, kjo neve na gëzon për faktin që është ngrit vetdia për aspektin brendësor dhe rregullimin e çështjeve dhe problemeve që kena trashëguar. Kështu që informimi është ecë mirë, interesimi është i madh edhe po besoj që në fund të kësaj kampanjes kur fillon fushata e matjeve, që është fushata e dytë më e rëndësishme e këtij projekti, ka me pas interesim të njëjtë dhe nuk më zbej interesimi. Po me ofertën që jena të shku të qytetarët, edhe diskutimet që bëhen në sheh që me të vërtet asnjë qytetar nuk më met pa përfitu prej këtij projekti. Qoftë edhe me korrigjimin e të danave. Na kena dana që ai ka mujt me kry edhe trashëgimin edhe këtë procedura tjera, po e kanë një gabim. Qoftë numri personal, qoftë emri, edhe këto dana kanë më korrigju në kuadër të këtij projekti. Nuk ka asnjë qytetar që ka lënë ky projekt edhe nuk ka më përfitu diçka. Minimale është me korrigju të dana. Po sa zgjat procesi, domethënë për me rindërtu zonën kadastrale sipas gjitha rregullave që keni para po? Realisht secila zonë kadastrale ka kohën e vet, po në bazë të analizës që kena bë, edhe në bazë të aktiviteteve që kanë realizuar, çush e potencua prej fillimit kur të fillon në zonë aktive, domethënë të hapet zyrja, diku për 6 muaj do të më kryej këtë procedurat që i përkasin operatorit ekonomik që janë të angazhuar për me kryej këtë proces. Po. Për fond, nëse do ta kishit vetëm një fjali për t'ua shpjeguar qytetarëve rëndësinë e këtij projekti, cila do të ishte ajo? Sigurisht fillimisht të jenë të vetëdijshëm për rëndësinë që ka prona, sidomos kur ajo është e zyrtarizuar dhe posedojnë emrin e tyre. Rëndësinë ekonomike që sjell të posedosh pronë të palojshme, kur ajo është e zyrtarizuar në donat e sakta të vetë pronarit, mund të le të bëhet objekti ekonomisë dhe i zhvillimit, sigurisht mund vendoset në hipotekë, mund të investohet në atë pronë, edhe kështu kontribuohet edhe në zhvillimin ekonomik edhe të vendit, dhe jo vetëm të mira me materiale që i sjell vetë pronarit pronës. Nëse nuk je pronar me dokumentacion, je veç pronar faktik, domethënë vlera asaj prone është zero. Kështu që problemet që na i kena trashëguar ndër breza, është mundësia me zgjedh tash, kështu që i kisha ftuar gjithë qytetarët më bë pjesë aktive e këtij projekti. Projekti ka kohën, që tham, fillimit dhe mbarimit, domethënë varet t'ja kemi përfituar ajo. Kështu që zyrën kadastrale ki në zonën tonë, gjykatën e ki atë, noterin e ki atë, këtë që dësh më qunë mëngjes edhe më shku deri në zyrën, marr informatat, më kry punë tua si qytetar, edhe pastaj pjesa tjetër është pjesë që na përket neve edhe do të arrijmë me zyrtarizu gjendjen faktike që kena në teren me dhënat që kena në regjistrat e drejtave mbi pronën e palishme. Unë ju falenderoj shumë për kohën dhe informacionet e ndara, edhe uroj që qytetarët përfitojnë sa më shumë nga ky projekt. Kënaqësi. Faleminderit. Shikues të dashur, ishte ky epizodi i radhës i podcastit për të drejtat pronësore këtu në Telegrafi. Mirupafshim në epizodat e tjera.